munges bukit I kalzova dje, u përmallua dhe thash, me njerë, thash, shka dush që në një video, hajde pikëshyrim, si buk, mas e akum lypë edhe një si në rëllë. Shkojmë në Chicago. Oxygen Show. Përshëndetje. Nuk po du më zgatë shumë e folë, po e kom qëtu një bashkë bisedu se I ka disa pyetje për mu. I shoqe ime shumë e dashur, të cilën ju prezentoj më vonë. Si pa përshëndetje Oxygenin, gjithë stafi dhe musafir special që dua shumë. Përshëndetje. Përshëndetje Buki, kam kënaqësinë edhe nderin të jem sot afër teje. E mund të veçoj dy arsye. Njëra është ajo çfarë ke ndërtuar këtu, një familje shembullore, vlera që përfaqëson dhe shembullin që ke afruar për komunitetin ton. E dyta, ajo kënaqësia e privilegji që unë ty të njoh, tu e ditë se ti së bashku me Besimin, edhe Qumilin, edhe aktor tjerë që për fat keq nuk janë mesin tonë, na keni dhënë dritë, na keni dhënë harmoni pak, na keni dhënë gëzim e buzëqeshje në kohë shumë të vështira. Po unë po filloj me një pyetje. Kam dëgjuar disa lojme këto ditë se grupi a do të bashkohet përsëri së bashku? Po është pyetje besë, për përgjitja për folje ma gjënësisht, po dëgjova se ata dy shokët e mi ku kënë bo bashkë, do të jenë bashkë në mision, ata dy shokë që I dua shumë, I vlerësoj tepër, është Sevdero Dogoshi, Qumili dhe Besindina, shokë jam, tandemi im, mos të folje shumë, po ishin bo bashkë edhe dashtë edhe mënyrë virtuale e marrë mu po bashkë me ta. Kështu që, e niva u emocionova, kur më tregun se qështu, se me shpirtë me zemër, kësha pas që më kone aty, po, edhe qështu, it's okay që thojnë ka gjërmot këtë. Mirë, Buki, teknologjia definitivisht po na ndihmon që jemi më afër pranë të dashurve tonë. Diçka nga e kaluara, e kam një pyetje. Cili ka qenë skeçi juaj më I preferuar që keni bërë ju së bashku me Besimin, me Qumilin, edhe në rolet e Nucit, e Hasanit, e Dipës, Uka. Po, nëjna konë një treshe, uj me thonë, se apo njët mirë, se në boj fa mikrofoni shtu bukur, mirë. Toke që për njët mirë, shala njët mirë. Po, na e kena pas një na konë një treshe, me ndoj që më një jam që konë shumë e mirë, jom një mirë shumë kur këmë lujtë me Qumilin, tash se është emen ma internacional që njofin gjithë rolin e Ukës, unë konë Noci Asani, kjo konë treshe afor, po edhe si Buki, Besimi dhe Qumili, edhe ajo konë, kena pas do skeqet forta edhe aty, po kjo treshe që përmene për Uka Noci Asani, kjo ka bomu, qysh para luftës, kena pas do skeqet shumë forta, që cilin pëthu mi vequa, po? Cila është ajo më ti që e kështë vequ? Cili është më domethënës për tyje? Qërë, për domethënës, nuk munda mi dalu asë skeqe, se këtë skeqe që këmë lujtë me dëtë, për mu janë njëjtë, nuk munda, se I du, ku ta bën një punë me dashni, unë e më dojnë që I kemi lujtë mirë. Po, roli që kina pasë Uka Noci Hasani, këto personazhe nuk janë konë rasisht. Na këtë personazhe kemi bo se që shukon edhe situata dhe përpara, se dëshim me na dalu ata armiqt, dëshim me na shti me the mu përqonë ndore me the ku ta di, edhe na këto personazhe I kemi bo para luftës, thonë Uka mundet më koni I gjdo fes, s'ka problem. Po Noci dhe Asani,
imi konë njoni kështer, njoni musliman dhe mek, edhe na tret nuk muj me najt njoni pa tjetrin. Nuk muj me najt na njoni pa tjetrin. U ka noci Asani, me bo mi do të dishka Asanit, unë u ka i në konë gjenje me dek për to. Kështu që i kena bo me qëllim, caktun që mi ditë edhe rinia, s'dia të kujtohet, kena pas edhe një rol tjetër unë e besimi mytët noj, kishe, edhe u zhduket noj, edhe noci do me dek, do mu mytë për veti të u lyp ato. Kështu që u konë edhe si porësi, që na nuk mund njoni pa tjetër, ne na vllazën. U konë si porësi, që ato dashtë të Po buki në skeç tjetër, apo të kujtohet? Si noci Asani besimi. Po, është e tjetëri skeqi me Adelinën, e njeki me Adelinën, edhe në njek Adelinën neve. Dhe është skeq shumë i lezetshëm me Adelinë Ismailin. Shoqen tonë, po. Mas nej, është edhe një skeq tjetër, të cilin normal kujtohet edhe ai, është skeqi me qaproza, jenë i thëm qaproza, Gjakov, noci është gipa me besimin, edhe ata lidhen cilin e ka qaprozin më të fortë, dhe qaprazin të është mashalunga, edhe ajo shumë skeqi i lezetshëm, edhe ka shumë skeqe tjera. Po mesazhin për Qumilin, a keni naj skeç që keni që kishit veçu ju, që keni lutë si Qumil? Jo si u, po që ke lutë ti me Qumilin. Po, për Qumilin mundami e kena pas skeqe shumë, si që kena pas për vit 3, unë e besime kena ngucë dhe bëtëse Qumil në telefon që të thëshin për para, që të thëshin të telefona, stadik se mobile s'ka pas dike, kur u konë ka pas shumë hajgara, mo besimi ku të dhe s'ke, po ka pas aty qeshe të mdha që unë se dhaja s'kena munjarë të kesh me orë tane, u do kemi përsërit. Po, e ngutëshim telefon, mas e kemi, është një skeç shumë special, Qumili besimi i buki. është skeqi me shkallë, që shkoj me anal rrymën Qumilit. Pa ti sa ka humor në skeqi me bo, mi që nuk dhja, a pishikoj njerës se mdo është në YouTube, a di sa ka humor në skeq, a di sa fjellë janë, si Qumili, besimi për dijet, unë e ma ato të mijat, aj skeq ka humor qatë shumë, se doj mi anal Qumilit rrymën, si Gjakovar, kuj për të mi anal rrymën mërë. Aty ka humor tepër të mirë. Që ato s'munda mi veçu të të mirë, po edhe është një ndër matë mirë. Një pyetje të radhës, po të kishit jetu në Kosovë, a e kishit vazhdu këtë karrierë edhe së bashku dhe më thonë me besimin edhe me Qumilin, të bëni edhe skeqe tjera? Po, s'kum pas profesion tjetër, unë e qëta, kum pas një punë që kum po ashtu, në zyre dhe që kjo konë, pëse kemi jetu, po që shjo, normal, me pakon atje besë që na tërët kishim bo skeqe apet. Po, e kena përmend ma moti, kështu që do vjen një ditë që kena mu bashku edhe po kena me bo skeqe. Shumë mirë, Buki, po për adhurusit... Habiq pak, më ka marrë malli për ta shumë, më ka marrë malli për dytë shumë, për sëdajnë, për besimin, kom shumë mesazhe në telefon, në Facebook, pysin që ato me emocionojnë ma tepër, edhe laksia, a dënë mu bo bashka pet, a dënë me bo skeqe prap, i thëmë që po ka marrë një ditë që kena mu bashku, kena me bo skeqe, dhe besoj që një ditë do vjen, kena mu bashku dhe do mi bo një projekt për hatër publiku, se unë e di që edhe ata kanë shumë kësi kërkesa, po edhe unë personalisht kom
shumë mesazhe, shumë porosi në Messenger, pyesin është emocione që mu bashkuju prapë. Falë se emocionova pak. Po, ka marrë malli shumë. I përshëndes dytë. Sevdaj, besim, ka një brime, ju përshëndes nga zemra, edhe ju dëshoj çdo të bukur, besoj që çdo që jeni të bukur, ju shkon mas miri, mas bukri, edhe besoj që do të takohem së bashku prapë, ju dua shumë, edhe ju përshëndes nga zemra. Që thonë gjermant, I love you. Na mërziti pisi. Na prehi. E jeta. Jeta. Që me sosa, kur shkojnë për Kur i thash, sërdaia thash është në oksigen. Pisi. U më shzet fort, u përmallu. Më synoj shumë. I ba tha që shakon, bre. Hatë bre se bohët. Ka bëba. Për në shim si kualë ku. Në shumë pasion. Gjithë u frasha. Si të mos për vitë të ri. Po shka i bona dorës, po është Hasanin. Gjithë i kohë që si budalët. Që. Shku zë dërru Jo një herë, 2 herë. Ku 2 herë të në kopi që ato që e bom me uken, Mum ka me dhe, ishtu. me rëman mum, më dhimë ke. 2 herë, vish për me dalë mirë, më shesh ato këta, bam, heke këtu, 2 herë. Po du t'pi bo bre punën me pasion, se